A është edukuar biznesi shqiptar për sa i takon formalizimit të ushtrimit të aktiviteteve tregtare? Tani kur thua njerëzve këtë termin e madh formalizimi, i mban edhe psikologjikisht një dramë e madhe politike këtyre 20-30 viteve të fundit që njerëzit kur dëgjojnë fjalën formalizim thonë bo tatimet. Për ta thënë më thjesht fare, kur të formalizimi është me letra apo pa letra, pra për perspektivën e atij që është biznes apo atij që është supermarket, qoftë i vogël, i mes apo etj. Statistikisht, kryesisht biznesmenët e mëdhenj janë të gjithë me letra. Dhe pyetja që bëhet pse është sepse me letra i bie më mirë se pa letra. Me letra i bie më ekonomikisht më eficient se pa letra, dhe në fund të ditës e bën gjumin dhe biznesin shumë të qetë. Pra dallimi i madh që bëhet zakonisht është që njerëzit nuk janë edukuar, pra ata që janë në sipërmarrje sipër apo ata që kanë ndërmend të hyjnë në sipërmarrje, nuk janë edukuar me këtë idenë që shiko, o zotëri, me letra është më mirë se thjesht pa letra.